Civil Media. Të ndëruar, më vjen keq që pushteti ishte i shqetësuar për dialog me publikun dhe praktisi konferencën ashtu që do të kemi nëpërmjet kamerave dialog me pushtetin. Pikërisht mungesa e opozitës nga ky lloj diskutimeve siç është ky sot, pikërisht kjo mungesë me një pjesë të opozitës, do them për shkak se pjesë e saj është këtu, ka krijuar nevojën për promovim të një platforme përkatësisht. Programi si në Republikën e Maqedonisë duhet të duket një opozitë normale, e cila do të diskutojë për temat normale dhe natyrën normale, ambientin normal në Republikën e Maqedonisë kuptohet për PSP-n që është e rezervuar si temë e përditshme në mediat e Maqedonisë. Dhe pikërisht ky është motivi kryesor sot të drejtohem para juve si mundësi të them se Maqedonia ka hapësirë dhe mundësi të shqyrtojë ndryshe mbi opozitën në bazë të asaj drite që parapërkisht e përfaqësohen përfaqësuesit e qeverisë, përkatësisht opozitë e cila di të identifikoj mundësinë edhe të organizatave nga sektoria qeveritar të diskutik dhe të gjejmë zgjidhje të cilat janë shumë të rëndësishme për ardhmërinë e shtetit para së gjithash. Ato për çka betejmë dhe kjo është evropeizimi i njohur. Si do doja të filloj të flas sot më i shkurt. Së pari isha mjafti befasuar nga ajo që përfaqësuesi i LSDM-s, mendoj se ishte në kryetari Mançevski, informon se LSDM-ja mbështet qëndrimin për një njësi zgjedhore. Këtë e konsideroj më tepër si qëndrim deklarativ përgjithsisht të sinqert për shkak se ka një yll këtu ku thotë mirë po BDI nuk thonë, nëse i pyetni BDI-n thonë ne doam por VMRO nuk donte. Unë do thoja ky është një qark jo fatkeq i zgjedhur dhe mendoj se përpjekjet nga tentativat deklarative nuk do të sjellin asgjë për demokratizimin e thellë dhe të vërtetë të shoqërisë Maqedonisë. Apo do thoja uji qeveria shumë flet pak bën. Çka është e rëndësishme për partitë e mëdha? Kjo është se kanë demonstruar mungesë të jashtëzakonshme të kapacitetit demokratik. Veçanërisht pjesë e lidershipeve të këtyre partive dhe këtu kot do të përdor argumentet e bind të mbështesin ndryshimet e kodit zgjedhor me fraza të përgjithshme se luftojnë për demokratizim të shoqërisë në tërësi. Dhe me që kemi mungesë të gatika të kapacitetit ndërkaqëmi se kemi suficit të interesave, do them, çka është në interes të tyre dhe çka ata do të marrin nëse mbështesin ndryshimet të kodit zgjedhor në drejtim të promovimit të një njësie zgjedhore listat e apura dhe kështu me radhë. Se para dëshiroj të deklaroj të prezantoj si përfaqësues që jam pjesë i VMRO-s DPM-s, pjesë e madhe e VMRO DPM-s është bindur për atë se duhet të ketë një njësi zgjedhore dhe se pjesë e madhe e deputetëve të VMRO DPM-s mbështesin zgjidhje të tilla dhe nëse janë të sinqerta dhe përfaqësuesit e LSDM-s mund të krijojmë thjesht një mazherancë dhe kjo të kalojë për shumë kohë të shkurtër në parlament. Ajo që është interesante dhe interes është i partive të mëdha të mbështesin një njësi zgjedhore është që ata janë humbësit më të mëdhej në kushtet të 6 njësive zgjedhore për arsye se mira vota mbesin të pavalorizuara gjatë numërimit apo ndarjes së mandateve për deputat. Në këtë kuptim BDI duhet të jetë më së shumti të interesuar të mbështet një njësi të tilla zgjedhore për shkak se mendoj se ato kohëve të fundit në njësinë zgjedhore numër të 3 humbin rreth 7.000 vota dhe nuk i konkretizojnë në mandate të deputetëve. Kjo është rreth asaj nëse ekziston në praktikë apo në përbotësi. Në një farë mënyrë thënë model
të drejtave proporcionale është tepër komplikuar për shoqërinë e masoniste të mund të praktikohet dhe kjo është sipas dëshirisë së partive sjellje votave të pavalorizuara nga njëra njësi zgjedhore në njësi tjetër zgjedhore. Kjo është mundësi edhe për partitë tjera të koncentrojnë gjitha votat e tyre në një njësi zgjedhore që të zgjedhin apo të kenë së paku një përfaqësues të tyre. Mendoj se zgjidhja më të mirë për Maqedoninë do të kishim një njësi zgjedhore për shkak se të gjithë jemi nga federalistët e ri dje dëgjova një fjalë shumë të bukur. Eufil. Si të tillë evropian të përbetuar, duhet të përkujdesemi që modeli zgjedhor evropian të pasqyrohet në Maqedoni. Me që jam i bindur se për një kohë shumë të shkurtër do të jemi antarë e Bashkimit Evropian, dhe si të tillë duhet të adaptojmë qytetarët tanë të praktikojmë model evropian zgjedhor dhe kjo është një njësi zgjedhore gjithë shteti dhe listat të hapura. Madja Evropa shkon edhe më tutje dëshiron Bashkimi Evropian përgjithsisht të formojë një njësi zgjedhore. Vetëm ne bëjmë kalkulimet e imta partijake në të cilat konstatojmë nëse në një qytet në përshtatet më mirë të jetë qytetin në njësi zgjedhore numër 5 apo 6. Ajo që gjë tjetër që është e rëndësishme është frika prej konkurrencës. Këtu kemi standard të dyfisht nga konkurenca si parti dhe e dyta liderët kanë frikë prej listave të hapura për shkak se mund të ndodhë një lider i caktuar të fitojë më pak vota nga kandidat tjerë të listës së preferencave. Në këtë mënyrë lideri humbi leadershipin. Por kjo është mundësi e jashtëzakonshme për partitë politike të bëjmë filtrimin e brendshëm dhe mundësinë që qytetarët të zgjedhin leadershipin e partive politike dhe jo të impotuar apo kongrese të finguar. Në anën tjetër mundësi tjera, parti tjera të përqitën tregun politik do t'je vlerë të shtuar për parti tjera pra konkurencën. Konkurenca do të bëjë më të mirë ato parti të cilat sot janë të zhdukura në historia të kaluara në këtë mënyrë. Fitojmë zgjidhje absolute për shumë çështje. Ajo që ndoshta është unikate dhe do të jetë ndryshe me gjithë ato që deri tani u prononcuan sot këtu është nuk më mbështes asnjë formë të diskriminimit pozitiv përkatësisht hiperrregullim ligjor të llojit, kaç % të ketë gra, kaç % të ketë përfaqësues të pasive etnikët duhet patjetër të shpërndahet mandatet në qytet përkatësisht komuna dhe kështu me radhë si palë e të tjetës fuqimisht qëndroj në vijën e rregullimit tregtar, pa limit. Limitin do ta caktoj shfrytëzuesit deputeti 120 dhe kjo do të kontribuojë për mobilizimin e partive të rrisin për limitin e pjesëmarrjes së qytetarëve për shkak se në këtë mënyrë do të zmadhojmë do të përshtatet partive më të mëdha të kontribuojmë në drejtim të pjesëmarrjes më të madhe në zgjedhje dhe interesim më të madh të qytetarëve për politikë. Më tutje nëse kemi përqindjen më të vogël të kandidatëve gra, atëherë do të kemi mbështetjen më të vogël të asaj popullate, pse me këtë të rregullojmë zgjidhje ligjore. Edhe nëse në përgjithësi nuk kemi kandidat pjesëtar të pasive tjera etnike nga ajo që përfatikisht në Maqedoni kemi parti etnike politike dhe nuk kemi parti politike ideologjike që është reformë serioze. Shpresoj BE të na ndihmojë në këtë drejtim. Nëse nuk kemi përfaqësuesit të pasive etnike nuk do të presim mbështetje prej tyre. Dhe në 3, rajonalizimi. Pse të mos ndihmojmë partive politike të jenë të regionalizuara, për shembull. Kemi parti politike që fokusin e vetë vënë në rajonin e Shkupit. Të gjithë kandidatët e saj do të jenë nga rajoni i Shkupit dhe ndoshta do të mund të mobilizojë votues pse të angazhohemi të ketë kandidat të ketë në Ohër apo në Strumicë. Kjo është ajo përpjekje e përgjithshme për deregullimin në këtë sferë. Mendoj se duhet të jetë bazë e mirë për kompromis të partive politike nga kushtimisht në bloku shqiptar politik të cilët ndrohen nga obligimit e kandiduar përfaqësuesit të tyre në Berov apo në Novosel, Strumicë.
Në fund vetëm do doja të përfundoj. Në demokraci gjithçka është lejuar, vetëm nuk lejohet falsifikim i vullnetit zgjedhor. Për shkak se zgjedhjet janë pushtet i popullit. Nëse ndodh suspendimi i vullnetit të qytetarëve në zgjedhje përkatësisht përpjekje për falsifikim të zgjedhjeve, kjo është falsifikim i vullnetit, përkatësisht pushtetit të qytetarëve. Kjo është goditja më e madhe mbi rregullimin republikan të një shteti. Në këtë drejtim, mendoj se tepër pak është duke u bërë dhe shpresoj se civile dhe organizata tjera jo qeveritare do të organizojnë temë tjetër dhe kjo është ngritja e vetdijes në partitë politike për atë se penali vepra më e madhe penale mbi politikën e masonrisë nuk është hapja e diskutimit për çështjet politike dhe nuk është tradhti, por krimi më i madh është falsifikimi i vullnetit zgjedhor të qytetarëve. Ju falenderoj shumë. Civil Media